vetëm ai gjithmonë do t'i rrezikuar, sepse ata që do t'i rinë mbrapa ose do t'i rinë krah, e din që ai është vulnerabël. Dhe gjithmonë ata do të mundohen që në momentin e parë që do ta shikojnë të dobët, do t'i ngulin një thik pas shpine. Pra i ruhet kësaj thike zoti Berisha. Dhe zoti Berisha këtë gjë e di shumë, ka instinkte të jashtëzakonshme, nuk diskutohet, nuk kërkon një instinkt madje. Dhe po, Ermal, për t'i përgjigjer pyetjen po, zoti Berisha e ndje gjithmonë rrezikun që është vulnerabël nga një thik pas shpine, që do ta quaj unë, mbas ajo nuk është thjesht pabesi, ose s'është fare pabesi, mbas është edhe sinqeritet më. Ka njerëz që shikojnë një moment caktuar, ndërgjegjësohen dhe kuptojnë që duhet ndryshuar, nuk mund të vazhdojmë në Partia Demokratike me zotin Berisha. Por ai e ka fituar si instinkt dhe ajo është tani është bërë pjesë integrale e lëkurës tij politike, e kostumit tij politik. Sjellje që i vjen organike më pak. I vjen organike. Ai e di që për sa kohë është i dobët se është në përballje me drejtsinë, ata që i ka afër i ka thik me dy presa, është si zjarri, dhe shumë afër nuk i mban dot se digjet, po dhe larg nuk i mban dot se largohet dhe i dobësohen. Si di, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, do doja të kisha një koment nga ju për kandidatin Florian Binaj, ka dalë si kandidat i pavarur. Pikpyetjet janë si ka arritur dot ai që pa takuar dhe pa biseduar me zotin Berisha ti imponohet, një njeriu i cili ka 35 vite që si imponohet askush, dhe në anën tjetër dhe fakti që zoti Lapaj dhe zoti Sheaj tashmë janë bërë bashk duke mbështetur Florian Binajn dhe duke u bërë në një grup për të mbështetur kandidatin që propozoi dhe zoti Berisha. Mund të kem një shpjegim? Po. Ermal, nëse ka diçka që jam pak i vënë në vështirësi është kur flas për zotin Binaj, megjithatë paradoksalisht kam motivin për të folur, edhe pse ndjem vështirësi. Jam në vështirësi pse? Sepse jam i dyzuar mes ad hominem Flori Binaj, pra njeriu personit Flori Binaj, kandidati Flori Binaj, dhe asaj çfarë ai rezultantes që ai mund të sjellë në zgjedhjet bashkiake politike në nëntorit ose dhjetorit, fillim dhjetorit ku mund të jetë të Bashkinë e Tiranës. Flori Binaj, përpara se ta them analizën, do të them që rezultatja që mua më intereson është kush është e mira e interesit opinionit publik sipas perceptimit tim, sipas kundërshtrimit tim. Pra, për ta dekriptuar, Flori Binaj, si kandidat, si individ, si Flori, e kam ndjekur e këto ditë fushatës, është figurë shumë simpatike, domethënë në gjykimin tim. Më pëlqen që me ato deficiencat, fjalë çik pejorative, me ato mungesat e tija në gjuhën e durin politike, në formatin politik, por shumë miq është ashtu, shumë miq është vi nga botë e artit, dhe i shikon problemet e qytetit në një mënyrë shumë të thjesht, shumë qytetare. Nuk i shikon si një profesionist, nuk i shikon si një politikan i regjur me betejë politike, nuk i shikon si një njeri suksesi në shkencë, në arsim ose në biznes, por i shikon si një qytetar i thjesht. Trafikun, problemet e qarkullimit, e parkingut, problemet gangren të qytetit të Tiranës. Mua më pëlqen kjo gjë. Dhe ka atë freski në një figure që nuk është arme politik. Por, në vend që kjo të ishte pika e tij e fortë, në këndvështrimin tim kjo është pika e tij e keqe, e dobët. Përse? Pse është pika e tij e dobët? Ermal, Flori Binaj duke tregohet i sinqert me votuesin potencial. Flori Binaj nuk po tregohet i sinqert me votuesin? Me votuesin, po. Dhe po thot gjysmën e të vërtetës që është dhe gënjeshtra më e madhe dhe aty fshihet gjithë, po themi, hilja. Kush është gjysma e vërtetë që ai po thot dhe kush mungesa e sinqeritetit? Zoti Ermal Hasimja, kur u lakua emri i tij dhe u publikua në media që do ishte kandidat i Partisë i pavarur nga opozita e bashkuar, bëri një deklaratë shumë më signifikative. Tha, shiko, tha, unë do të kërkoj zoti Berisha, tha, kur të më thrasin, ti them, çfarë do nga mua? Çfarë kërkon nga mua? Nëse ti do që unë të jem vazhdimsi e politikave të tua si Sali Berisha dhe të partisë tënde 33 vjeçare, unë nuk jam, më ke marrë gabim, se nuk jam për atë ideologji. Unë kam tjetër këndvështrim për politikën e qytetit dhe për menaxhimin e qytetit. Dhe betejë jote me Edi Ramën nuk është betejë ime, nuk është kjo që unë hyj në këtë garë, si shoqëri civile. Unë hyj për
problemet e qytetarëve për të shpalosur doktrinën time të djathtë. Dhe unë nuk të dua pra. Bëri një distancë higjienike nga zoti Berisha. Ndërkohë që zoti Flori Binaj nuk e bëri këtë gjë. Nuk e bën këtë gjë. Por ai thotë nuk e kam takuar. Po, tani. Është më keq akoma kurse takon ai nuk e përfill. Flori Binaj nuk e bën këtë gjë, por nuk e takon. Ktu është hilja, nuk e takon. Po çfarë thot? Thot, po nuk bën distancimin, pra nuk i thot qytetarëve, nuk më thot mua që ose X-it ose Y-it, pra njerëz elektoratit gri dhe të djathëve që nuk dalin në votime, por i në shtëpi që është një pjesë mua shumë e madhe. Demokratë dhe të djathtë që nuk dalin në votime. Nuk ju thot që shiko, unë do jap një alternativë që është e distancuar me nga zoti Berisha sepse nuk e pëlqen zoti Berisha, sepse nuk e do zoti Berisha. Nuk i thot këtë. Por e kalon në heshtje këtë gjë dhe rezultantja është e keqe. Pse? Sepse thot, votoni mua, që kam 1-2-3 gjëra cilësore që cilësi të mira që pozitive që unë ja evidentova në fillim, dhe do merrni, nëse zgjidhem unë kryetar bashkie, do merrni Shkëlzen Berishën kryetar de facto bashkie, se atë kishte ai kryetar në punëdhënës. Shkëlzeni kishte te syri. Do merrni zotin Berisha që i jep urdhra politik për Bashkinë e Tiranës. Do merrni shef urbanistike jo de juro, po de facto, ai që vendos kush do japin kullat, Flamur Nokën me Klevis Balliun. Apo nëse ti ke këtë alternativë, pra, nëse ti nuk bën një distancim me diskursin tënd nga këta, dhe distancimi nuk bëhet duke thënë që unë nuk dua ata në fushat, se ajo është hile që po na bën ne ti, është një truk. Ne nuk kam njerëz që janë naiv tashmë, janë të regjur qytetarët dhe votuesit janë bërë shumë intuitiv sepse kanë 33 vite zhgënjime nga klasa politike. Ti e bën me akte politike atë, pra me duke thënë që këta kanë 1, 2, 3, 4, 5, ti e evidentosh me sinqeritet. Do të thënë, nëse ti do një bashkëpunim me qytetarët, kura, në çdo unë kam recetë në çdo sferë të jetës, kura ose ekuacioni më i mirë për të pasur një bashkëpunim është sinqeriteti. Dhe duhet të thuash me sinqeritet pra. Nëse zoti Berisha ka keq menaxhuar Shqipërinë 33 vite, unë nuk mund të jem zgjatim i politikave të tij. Nuk e thot këtë. Kur? Tani unë po bën nga këto truket televizive ti quaja unë, që del me Ilir Ali Mehmetin, po nuk del në fotografi, po nuk del me Flamur Nokën. Po pse? Kush është diferent? Pse nuk del ti me Flamur Nokën? Do ta bëj dhe këtë pyetje, në fakt, po para se të kaloj tek pyetja e radhës, do doja në fakt elaborojmë dhe pak. Do doja të falenderoj secilin prej teleshikuesve që na ndjek live në këto momente në Antena Televizion. Do doja t'ju bëja një thirrje tash